Shtëpitë e zbrazura nuk fshehin vetëm mure të ftohta, ato mbartin një heshtje që rëndon mbi çdo gjallësë që la pas mërgimi. Sot, madje edhe pemët nëpër oborret tona duken të mërzitura. Degët e tyre prandaj përkulen dhimbshëm, jo vetëm nga pesha e frutave të pjekur, por nga bara e vetmisë. Nuk ka kush t'i vjel. Dorë e ngrohtë që dikur mblidhte jetën nga këto degë tani ndodhet larg, në rrugët e botës. Oborret, dikur të mbushura me zëra, të qeshura dhe gjallëri, tani kanë rënë në një qetësi të thyrë. Kjo heshtje nuk është paqe, por një pëshërtim e gjatë të tokës që ndjen mungesën e hapave të zotëve. Mërgimi ka prekur çdo cep të vendit, duke trazuar shpirtin e njerëzve dhe duke dëshpëruar edhe vetë drund, të cilët lëshojnë gjethet si lot mbi pragun e braktisur. Mërzitur pemët janë, se as këtë verë s'po ka kush t'i vjel. Dikur degët e tyre përkuleshin nga duart e njerëzve, nga zërat e fëmijëve dhe nga gëzimi i korrjes. Sot përkulen vetëm nga pesha e frutave që bien në tokë. Nuk janë mërzitur vetëm pemët. Mërzitur janë edhe oborret që presin hapa, arat që presin punë, shtëpitë që presin zëra. Fshati po hesht, ndërsa koha kalon. Frutat kalben, por më shumë dhem fakti se po zbehen kujtimet, traditat dhe lidhja e njeriut me tokën që e ushqeu për breza. Pemët vazhdojnë të japin pa kërkuar asgjë në këmbim. Njeriu, gjithnjë e më shpesh, nuk gjen kohë t'i falenderoj as duke u mbledhur frytet. Ndoshta një ditë do të kuptojmë se nuk ishin pemët që kishin nevojë për ne, por ne kishim nevojë për to.